ti si ema, por edhe si psikologe, kur e ndigjojmë fjalën udhtim, çka të shkon mas pari në mendje në aspektin psikologjik? Është një ndjenjë lumturie edhe një ndërprerje rutine. Ndoshta mundem me thënë e para që më shkon në mendje është ndërprerja e rutinës edhe një qoftë 2 ditor, qoftë 10 ditor, qoftë edhe 24 orësh, një ndërprerje nga obligimet aktuale të cilat i kemi gjatë gjithë ditës. Largimi i atij autopilotit në fakt është shumë i rëndësishëm për neve. Ndonjëherë një udhtim vetëm 24 orësh që është shumë afër qytetit tonë apo vendit tonë kudo që jemi, apo largimi prej një rutine standarde ku jemi, kjo na bën neve të jemi më kreative dhe na bën që qatë autopilotin të ndalim për 1 minutë edhe të kthehemi tek vetja jonë edhe të shohim se ku jemi, kush jemi edhe si ne po funksionojmë. Shumë shpesh më bëjnë pyetje edhe po du edhe pa e drejtu ti si pyetje unë me e vazhdu këtë temë, shpesh më bëjnë pyetje se nëse udhëtimet neve na bëjnë të ndihemi mirë. Sa mundet me zgjatë kjo dhe pse duhet vetëm kur jemi në udhëtim të jemi të lumtur, ndihemi mirë, po kur në fakt kthehemi përsëri, rikthehemi shumë shpejt në qatë rutinën. Ideja nuk është që neve na bën të lumtur qytetit të cilin po e vizitojmë. Qyteti nuk ka një magji, një qytet specifik. Ky qytet na bën më të lumtur se qyteti tjetër. Ti ke pa prej eksperiencave tua, ti prej klientelës tande ke persona të ndryshëm, dikush i pëlqen një udhëtim shumë të largët, dikush tjetër bëhet më ankthios prej udhëtimit të largët, e pëlqen një destinacion që standard e gjithë bota shkojnë e vizitojnë, por ato e bën me undi mirë. Neve eksperjenca na bën me undi mirë, përvoja që e përjetojmë na bën me undi mirë, jo asgjë e cila lidhet me luksin, me restorantin, me ushqimin apo me vizitën e një aktiviteti të ri. Për neve është shumë e rëndësishme varësisht tek personi se çka është fusha e interesimit, ajo e bën të lumtur, do të thonë ndahet si fushë. Për të parë epizodet e plota të As Travel Stories, mjafton të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar në YouTube.